video ju drejtohet të gjithë njerëzve të cilët janë të interesuar që të blejnë një apartament apo një shtëpi në Gjermani. Por a e dini se si funksionon në të vërtetë realistati në Gjermani? Për shembull, a e dini që me një kapital prej 15.000 eurosh deri 24.000 eurosh, ju mund të bëni një investim nga 200.000 euro deri në 380.000 euro. Kjo është një shumë që do t'ju nevojitet për të kaluar një apartament në emrin tuaj pa koston e ndërmjetësit ose maklerit. Ndërsa vlerën e apartamentit e financon 100% banka tek e cila ju do të merrni kredin. Por kjo nuk mbaron me kaq, pasi unë kam edhe informacione të tjera të rëndësishme për ju, gjithashtu kontaktet e duhura që ju të keni akses në off-market immobilien. Në apartamente apo shtëpi në 20 lokacione të Gjermanisë, të cilat nuk gjenden në tregun e lirë, plotëson kushtet që ju të merrni çdo vit nga financant 2 deri në 3% të vlerës së investimit që ju do të bëni. Kjo do të mundsojë që ju çdo vit të ktheni në llogarinë tuaj bankare nga 4.000 euro deri në 19.000 euro. Ekspertët me të cilët unë do t'ju lidh që të kontaktoni, jo vetëm që do t'ju japin konsultim për temën që përmenda, por njëkohësisht do t'ju ndihmojnë që të mësoni nëse ju i plotësoni kushtet e kreditit, deri në cilën shumë financim përfitoni në bazë të ardhurave që ju keni, si të veproni që në pjesë të kredisë bankare ta merrni me një interes nga 1.20% deri në 2%. Do ju mundsojnë që të merrni oferta për kredi nga 700 banka që ata bashkëpunojnë. Atëherë, kudo që ju të jetoni në Gjermani, mjafton që të më kontaktoni dhe unë të t'ju lidh me ekspertët e kësaj fushë. Konsultimi është pa pagesë për të gjithë ju që më ndiqni mua në rrjetet e mia sociale dhe për këtë mjafton që të përmendni emrin tim kur unë t'ju jap kontaktet e duhura të ekspertëve. Konsultimi mund të bëhet jo vetëm nga afër, por gjithashtu edhe online nëpërmjet video telefonatave. Dhe çka është më rëndësishme që ju konsultimin do ta keni edhe në gjuhën shqipe, që do të thotë ju do të kuptoni çdo detaj. Atëherë më shkruani në Instagramin tim alketa.germani dhe unë do t'ju jap kontaktet e duhura rreth kësaj teme.